Shën Vasili. Shën Vasili i Madh lindi në Neoqesari të Pontit Azis së Vogël rreth vitit 330. Prej prindërish të pasur, fisnik dhe shprestar që quheshin Vasili Ati dhe Emilia e Ëma. Vëllezër kishte Shën Grigorin e Nisës dhe motër Oshënare Makrinen. Ai u edukuan nga babai i tij që ishte mësues dhe orator. Por pas vdekjes së babait, ai studioi filozofi, retorik, filologji, astronomi dhe mjekësi në Qesarit të Kapadoqisë, në Asin e Vogël, ku njoh dhe u bë mik i ngushtë me Shën Grigor teologu. Më pas shohim që punoi si mësues retorike në Qesari dhe atje pati shumë sukses. Më vonë vizitoi manastiret e Sirisë, Palestinës dhe Egjiptit. Më pas u bë djag dhe asketoi në një vend të shkret në Pont rreth viteve 360-365. Pikërisht në këtë vit u rotonis presbiter dhe u vendos në Qesari për të përballuar rrezikun e arianëve heretik. Në vitin 370 u dorëzua në gradën episkopale. Vasili gjithashtu ushqua si udhëheqës i Grigjës, por duke qenë prej Koshtit së Mur u thye herët. Në varrimin e tij pjesëmarrja ishte shumë e madhe. Mësuesi ekumenik shkroi edhe vepra të famshme, apologjitike, vepra interpretuese, dogmatike, asketike, bërthamën e liturgjisë synore, homeli dhe 300 letra. Pra kisha jon ortodokse e kremton më 1 janar.